العالمين يقول الحق وهو يهدي السبيل والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق وكفى بالله شهيدا اللهم فلندرين بدين ديه ممشير أنزم فاليا تركين ببيغمبرين ton salavatin më të përzgjedhura e dërgojmë dhe dëshmojmë se nuk ka zot tjetër të vërtetë përveç Allahut. Dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Allahu e dërgoi me shpallën e fundit, Kur'anin famëlar, që të jetë udhërfyes se si ta arrijmë jetën e lumtur në këtë botë dhe si të fitojmë shpërblimet e Allahut në ahiret. Fjalët më të vërteta janë fjalët e Allahut, udhëzimi më i mirë është suneti i Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Të dërvëzën, Islami ka një qëndrim të prerë lidhur me padrejtësinë. Allahu e ka ndaluar padrejtësinë dhe besimtarit nuk i ka hije as që të jetë i padrejtë, as që të përkrah padrejtësinë, as që të hesht ndaj padrejtësisë, e as që të duartroket ndaj padrejtësisë. Besimtari e refuzon atë që Allahu subhanahu wa taala e ka quajtur në Kur'an dhulm, padrejtësi. Çfarë do të thotë padrejtësia të ndërvëllezër? Padrejtësia do të thotë kur ne të i kalojmë kufijtë e asaj që Allahu i ka lejuar. Kur ne nënshmojmë dikë, kur i marrim diçka pa të drejtë dikujt, kur e ofendojmë dikën, kur e marrim në përkëmbë derën e dikujt. Këto janë forma dhe mënyra se si njeriu bën padrejtësi. Por padrejtësia më e madhe është kur njeriu i bën padrejtësi vetes, duke i përshkruar Allahu subhanahu wa taala dikë që e llogarit si të barabartë me Allahun. I bën shirk Allahu subhanahu wa taala. Në ky vend, asnjëherë nuk kam dashur të përmendi ndonjë politikan apo diçka që ka të bëjë me politikën. Por pasi që në javën e kaluar, një kryeministër i cili është shqiptar u deklarua pro shtetin monstrum të Izraelit duke i përkrahur ata në luftë kundër palestinezëve në Gaza, e ndiej si detyrë që të tregoj se atë që ai ka thënë aty nuk është në emër të muslimanëve e as që është në emër të shqiptarëve. Sepse ne, si musliman të këtyre trevave dhe si shqiptarë që jetojmë në këto treva, jemi të vetëdijshëm se çfarë do të thotë padrejtësia kur ushtrohet kundrejt neve. Edhe dim shumë mirë se çfarë zullumin e kanë bërë sllavët dhe serbët gjatë viteve të tëra kur kemi jetuar në robëri. Dhe dim shumë mirë se çfarë do të thotë masakra, masakrimi i grave, i pleqve, i fëmijëve. Prandaj, ne fillimisht si musliman, e pastaj si shqiptar, nuk na ka hije të nejmë në anën e gabuar të historisë. Më është shumë keq kur ky njeri i cili gjatë Ramazanit na citonte hadithe, na tregonte se çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha se fajtor kryesor për këtë që ndodh në Gazën vetë palestinezë, të cilët 70 vite nuk kanë asnjë lloj të drejtë. Janë në një blokadë e cila nuk ju lejon atyre të jetojnë në një jetë dinjitoze dhe normale. Dërsa nëse krahasojmë qëndrimin e këtij personi i cili i kërkon sot botat e të muslimanëve me qëndrimin e disa jo muslimanë, të cilët janë krishterë, ndoshta janë edhe shifut, të cilët shprehin vazhdimisht solidaritetin e tyre me muslimanët e Gazës, të cilët vriten, masakrohen, bombardohen, digjen gjallë në përtendat nga ushtria, nga maqineria vrasëse e këtij shtetit monstrum, i cili pretendon se është i drejtë. Këta njerëz të cilët i duat trokasin apo e përkrahin të padrejtën, duat ja përkujtoj me disa ajete, me disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që flasin qartë se padrejtësia është një mëkat
për të cilin shumë do të mendohen njerëzit në ditën e gjykimit. Allahu në Kur'an thot: "Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun." Mos mendoni se Allahu nuk i sheh apo është në gaflet ndaj asaj që e bëjnë zullumçarët. Allahu shumë mirë e din dhe çdo gjë është regjistruar, çdo vepër është regjistruar dhe padrejtia është evidentuar dhe njerë për ata njerëz në ditën e gjykimit. Çfarë thot pastaj Allahu subhanahu wa taala? "Innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar." Këta njerëz zullumçar, Allahu i vonon për një ditë, e cila është dita e gjykimit, në të cilën do të shtangen shikimet e tyre, të shtangen nga friga, nga tmerri i madh i cili ka me i kaplu, kur ta shohim se nuk ka qenë e mirë ajo që e ka po në dunjë. Muhtiina mukni ruusihim, do t'i shohim se si nxitojnë shpejt me kokët e ngritura lart, nga se duart i kanë të lidhura me pronga për qapat e tyre. La yartaddu ilayhim tarfuhum. Nuk kanë shikim ku mund të më u përqendu nga friga e madhe. Njëri kur fiksohet shumë, nuk di se çka shikon dhe ka shikon. Wa afidatuhum hawa. Nëse zemrat e tyre janë të mbushura me ajër, saqë në qashtë të leta dhe nga friga ju anin deri në fyt. Balaghatil qulubu al-hanajir, zemrat ju jenë në fyt nga friga dhe tmerri i madh. Pastaj thot: "Wa anzirhum wa anzir an-nasa yawma ya'tihim al-'adab." Dhe paralajmëri njerëzit në atë ditë kur do ta shohin dënimin e Allahut. Në atë ditë do ta shohin dënimin e Allahut. Fa yaqulu alladhina zalamu. Dhe pastaj ata që kanë bërë zullum do të thojnë: "Rabbana akhirna ila ajalin qarib." O Allah, na jep një afat të shkurtër. Nuk i dawat e ke, do t'i përgjigjemi thirrjes tënde. Cila është thirrja e Allahut? Allahu i thret që të besojnë Allahun dhe të janë të drejtë. Dhe drejtësia është më afër devotshmërisë. Nuk i dawat e ke në të temi rusul. Do t'i ndjekim, do t'a besojmë, apo t'i përgjigjemi thirrjes tënde, do t'i ndjekim pejgamberin që i ke dërguar. Allahu shërë thot: "Awalam takunu aqsamtum min qabl ma lakum min zawal." E ju, a nuk ishit ata që betoheshit për neve, për sundimin ton, për pushtetin ton, për forcën ton, nuk ka përfundim. Pastaj thot: "Wasakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum." Dhe ju keni jetuar në vendbanimet e atyre të cilët i kanë bërë padrejtësive të vetës. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ. Dhe pa qartë si i kemi dënuar. Në të njerëz kanë jetuar në vendbanimet ku Allahu i ka dënuar popujt më herët. Dhe e kanë pa të qartë, e kanë pa qartë azi, se çfarë ka bërë Allahu me ta. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ. Dhe shpesh ne ju sjellshim shembuj se padrejtësia është diçka që ka përfundimin e keq. Allahu subhanahu wa ta'ala në hadith kudsi thot: "Inni ya ibadi", o robërit e mi, ju drejtot muslimanët dhe njerëzve në përgjithësi, "Inni harramtu dhulma ala nafsi", vetvetes e ka bo haram zullumin, "wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu", dhe e ka bërë padrejtësinë të ndaluar në mesin tuaj, prandaj mos i bëni zullum njëri tjetrit. Në një hadith tjetër Resulullah sallallahu alaihi wasallam thot: "Ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah." Ruajuni nga padrejtësia, sepse padrejtësia është errësira njëra pas tjetrës në ditën e gjykimit. Çfarë pasojë ka padrejtësia? Të nderuar vëllezër, njeriu i cili bën padrejtësi, Allahu e largon nga udhëzimi i tij. Inna Allahe la yahdi al-qawma al-zalimin. Allahu nuk i udhëzon, nuk u tregon rrugën e drejtë atyre që janë popull zullumçar. Këta njerëz nuk do të shpëtojnë. Allah nuk kanë thot: "Innahu la yuflihu al-zalimun."
me të vërtet nuk do të shpëtojnë zullumçarët në ditën e gjykimit. Ata janë të mallkuar. Allahu thotë: "Yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum." Ajo ditë ku zullumçarët nuk ju bën dobi arsjetimi, ata të arsjetohen, kemi qenë të detyruar, nuk e kena bo me qëllim, kemi mendu se ajo është e drejtë. Atë ditë nuk ju bën dobi arsjetimi. Walahumul la'natu, për ta është mallkimi i Allahut. Walahum su'ud dar, edhe kanë vendbanim më të keq në zjarrin e xhehenemit, i cili do t'i djeg deri në atë kohë kur e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala deri në pafundësi. Nuk ka kush ndërmjetëson për këta njerëz. Zullumçari, ne që bëjmë mëkate, kemi shpresë, por ai njeri i cili ka bërë zullum dhe i ka bërë më së shumti zullum tjetër kujt. Se thotë një dietar, me ardhur tek Allahu me 70 mëkate që i kanë bërë ndaj Allahut është më e lehtë për mua se sa të vi para Allahut me ndonjë gjuna, ndonjë padrejtësi që ja kanë bërë ndonjë njeriu. Sa e njeriu s'ka me ta bëhë Allah, pa t'i marrë krejt se vapet dhe pa t'i ngarkuar krejt gjunahet. Dhe këta njerëz nuk kanë kush ndërmjetëson, nuk kanë shefaqi në ditën e gjykimit. O ma lidh-dhalimina min hamim, këta zullumçar nuk do të kenë mik, wala shafi'in yuta, as do të kenë ndërmjetësues, ndërmjetësimi të cilit do të pranohet. Zullumçari duhet të ruhet dhe të ketë kujdes nga duaja e atij që i bën padrejtësi. Këto njerëz që janë gaza që i shohin çdo ditë, i lutën Allahu subhanahu wa taala, që Allahu t'i dëshkon, edhe vetëm se kina fillu me e pa. Shumë ushtarë refuzojnë me shku me këftu, shumë ushtarë që në nga Gaza, vuajnë nga smundjet mendore. Allahu subhanahu wa taala ka të filluar ta tregon fuqinë e tij ndaj atyre. Qysh në këtë dunja? E në botën tjetër, Allahu e di më së miri, si do t'i dëshkon. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ittaqu da'wat al-mazlum." Kini kujdes, ruajeni vetë vetën nga duaja e tij që i bëhet padrejtësi. Fa innaha laysa bainaha wa baina Allahi hijab. Se të mes saj edhe Allahu nuk ka perde. Drejt për së drejti ngritet tek Allahu. Dhe Allahu thot: "Le ansurannaka walau ba'da hin." Do t'i përgjigjë dhe do të kam të ndihmu, ndoshta edhe pas kohë. Me të vërtetë, padrejtësia është shkak i belave, smundjeve, dënimeve që njerëzit i përjetojnë në këtë botë para ahiretit. Allahu nuk na thot: "Fekayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zaliman." Sa shumë të banime i kemi shkatruar duke qenë të padrejtë. Fa hiya khawiyatun ala urushiha. Do t'i shihni ndërtesat e tyre të përmbysura, do t'i shihni ato punaret e tyre të braktisura, do t'i shihni pallatet e tyre ashtu të vena pasdore. Këtë është kjo fuqia Allahu subhanahu wa taala, i cili e tregon forcën e tij ndaj zullumçarëve edhe në këtë dunjë. Po ashtu, mos të mashtrohet zullumçari se ka shpëtuar në këtë botë. Allahu xhelle shanu ve xhelle xhelalu ndoshta e vonon dënimin e tij në ahiret. Për çfarë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Inna Allaha la yumhilu lidh-dhalimin hatta idha akhadhahu lam yuflithu." Ndoshta Allahu afatizon, i jep afat zullumçarit derisa të vjen momenti ku do ta kape dhe atëherë nuk ka më shpëtim. Allah nuk na thotë: "Wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid." I tillë është dënimi i Allahut kur ti dënon qytetet që kanë bërë padrejtësi. Me të vërtetë, dënimi i tij është i dhimbshëm dhe i jashtëm. Allahu na lutë që të na mëshiron. Allahu na lutë që të na mbron nga padrejtësia. Allahu na lutë që të mos na bën të padrejtë. Allahu na lutë që të ndihmon muslimanët kudo që janë, në veçantë në Gaza dhe në vende tjera. Allahu na lutë që ta udhëzon umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na lutë që ta kthen umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në fenë e vërtetë, që ta kuptojnë fenë ashtu si duhet dhe të janë për krah vëllezërve të tyre kudo që janë.
اللهم نلوسنا مشيرات سيدنا وزان. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.